Sot dua t'ju jap një ide juve që blini kryesisht prona për investim. Kohët e fundit, kërkesa për vila me qira në zonën kryesisht në zonën përreth Tegut, Mjullbathore apo në zonën e Farkës ka qenë shumë e lartë dhe kërkesat vinë me një buxhet diku 2.000-2.500 euro deri në 4.000 euro mesatarja. Pastaj mund të ketë kërkesa për vila që kushtojnë më pak apo edhe më shumë se kjo shifër. Prandaj, juve që keni mundësi të merrni një kredi bankare apo keni të ardhura në bankë dhe doni të investoni, shikoni me interes pjesën e vilave që kanë një standard jetese të lartë apo kanë një mundësi dhe duan të rrisin standardin e jetesës, ata e zgjedhin zonën e Farkës për ajrin e pastër, për qetësinë, për privatësi, për akses të shpejt në daljet jashtë Tiranës etj. Prandaj mos hezitoni të investoni sepse kërkesa është e lartë.